Përdorimi në masë i rrjeteve sociale ka bërë që shumë prej të rinjve të heqin dorë nga leximi i librave. Shkrimtari Çlirim Hoxha thotë se ky është një fenomen global, por që në vendin tonë është më i theksuar. Hoxha rrjetet sociale i përshkruan si një drogë elektronike nga e cila krijon varësi, teksa thotë se të heqësh dorë nga libri do të thotë që ke hequr dorë nga dituria. Është vënë re ndjeshëm vitet e fundit. Konkurenca e pa drejtë që i bëjnë rrjetet sociale, interneti, telefoni, libri. Si është situata sot, zoti Hoxha? Do të thonë, ka rënë interesi për të lexuar? Është shumë e vërtet, pyetja juaj është me vend. Unë do të thoshja që ne jetojmë, libri sot jeton në krizë. Në krizë. Nuk mendoj që është vetëm në Shqipëri, po është krizë globale për shkak të konkurrencës që i bën teknologjia, por në Shqipëri është më e theksuar për shkak të kushteve ekonomike, sociale dhe grupe të rinjve që kanë hequr dorë nga libri dhe rinë gjithë ditën në telefon, në pushtetin e internetit, që unë e kam quajtur drogë elektronike, për shkak se shkakton varësi dhe të mban të lidhur gjatë gjithë 24 orëve. Kjo është një sëmundje globale, por nuk e di, të rinjtë e Shqipërisë është shumë e theksuar. Duke hequr dorë nga libri, ti ke hequr dorë nga dia, nga dituria. Dhe duke marrë internetin, telefonin celular, ti i merë gjërat e gatshme, merë shumë informacion, ajo ka kosto kulturore, por që nuk të mbetet gjë në mendje. Ky është problemi. Për shkak të varësisë nga teknologjia, shumë prej të rinjve zgjedhin që të lexojnë libra online, por shkrimtari Hoxha pohon se nuk është e njëjta gjë. Sipas Hoxhës, kjo formë e leximit të vret kreativitetin, si edhe të dëmton syt dhe sistemin nervor. Leximi i librave nga telefoni apo qëndrimi i fëmijëve për një kohë të gjatë në të, sipas tij, dëmton këta të fundit në shumë drejtime. Shumë thonë që lexojnë librin dhe online, pranë platforma. Është e njëjta ndjesi? Jo, nuk është e njëjta ndjesi. Teknologjia të vret kreativitetin, sidomos të rinjt, por të dëmton edhe sistemin nervor, edhe syt. Kurse libri ka tjetër ndjesi, është ajo era e letrës, e ke shok, e mban poshtë stëkut, është diçka tjetër libri, ndjesi, ka ndjesi tjetër. Nuk është njësoj si teknologjia, si telefoni celular. Mund ta lexosh librin edhe online, por është shumë i dëmshëm të përqendrosh syt aty me orë të tëra duke lexuar. Dhe thash që vret kreativitet, vetë shpiksi i inteligjencës artificiale në Shtetet e Bashkuara Lemier u bën thirrje prindërve. Kujdes me fëmijët me teknologjinë. Mos i lini fëmijët të qëndrojnë me orë të gjata në internet dhe në telefon, sepse vret kreativitetin e fëmijët. U jepni atyre librat. Madje ai këshillon prindrit që edhe në shtëpi hiqni televizorin nga dhoma e fëmijëve. U jepni atyre libra. I merrni fëmijët të vizitojnë panajiret e librit, të vizitojnë librarit, bibliotekat, i regjistroni në biblioteka fëmijët. Madje lexoni dhe ju, thot prindërve, libra të fëmijëve, që ata të shikojnë se sa të interesuar janë për librin. Dhe politika për librin ka rënë shumë. Hoxha konfirmon se sot lexon kryesisht mosha mbi 40 vjeç. Të rinjt sipas tij lexojnë shumë pak, duke u larguar nga libri, ku më të interesuara janë gratë dhe vajzat dhe shumë më pak meshkujt. Sipas tij duhet punuar më shumë nga institucionet vendore në mbështetje të librit, duke furnizuar me libra fondin e bibliotekës së Vlorës. Kush lexon sot? Cila është ajo grup mosh që ka mbetur ende besnik libri, po lexon mosha mbi moshën mesatare. Lexojnë libra dhe shumë pak janë ata të rinj që lexojnë libra. Unë e shoh, duke qenë këtu, e shikoj dhe konstatoj që rinia është larguar nga libri. Madje ne në kohën e rinisë tonë kemi qenë shumë të dhënë mbas librit, mbas bibliotekës, mbas aktivitete që kanë të bëjnë me letërsinë, me librin. Sot ke shumë pak të rinj, sidomos meshkujt njerë janë shumë, me gishtat e dorës mund t'i numërosh. Më të interesuara janë vajzat, gratë, për librat, por që kjo është një sëmundje që e ka prur koha dhe prandaj libri reziston edhe duhet punuar më shumë akoma në institucionet e vendit, sepse është e pafarshme që nëse në Kosovë i kushtohet shumë rëndësi librit dhe furnizimit të bibliotekave me libra, në Shqipëri ndodh krejt e kundërta. Në Shqipëri janë me pikatore ajo mbështetje financiare që jepet për librin nga Ministria e Kulturës, do të thoshja, por edhe nga institucionet e tjera që kanë për detyrë, siç janë bashkitë që duhet të investojnë për librin,
Pra që librarit, bibliotekat të furnizojnë me literaturë të shumt gjatë vitit. Më ka bërë përshtypje se si në Kosovë, qeveria e Kosovës, ministria atje, japin miliona, do më thënë, për të bler libra për bibliotekat, për pasurimin e bibliotekat, dhe në Shqipëri ndodh krejt e kundërta. Të rinjt po lexojnë gjithmonë më pak teksa nga ana tjetër sipas statistikave përdorimi i internetit, teknologjisë dhe rrjeteve sociale po pëson rritje, ku pjesë e tyre është çdo grup mosh nga fëmijët tek pensionistët.